çfarë e bën një musliman të mirë? Është interesantja se krejt thelbi i fesë islame është besimi në padukshmëri. Domethënë besojmë Zotin nuk e shohim, besojmë botën tjetër nuk e shohim, besojmë gjëra nuk i shohim, dhe shpesh na bëhet kjo pyetje pse nuk i shohim. Sepse po t'i shohim, atëherë do të bëhemi të nështruar, adhurues të nështruar ndaj asaj që i shohim, dhe nuk do të ishte në rregull. Por besimin padukshmëri të krijohet një bindje në saj të kapacitetit që ne e kemi, Zoti na ka dhënë atë fuqi. Andaj, për të bërë një musliman i mirë, që të bësh një musliman i mirë, sigurisht se kërkohet një bindje dhe një besim në një Zot që ne nuk do ta shohim. Pse kjo? Për shkak se kudo që të jesh, do të jesh ai i cili do ta dish se po përcillesh nga Zoti, edhe ti tash nuk do të kesh nevojë as të sheh policia kur bën ndonjë krim, as të shohin njerëzit e tjerë ti kur vjedh, as të sheh dikush që të thot pastaj unë të pash dhe e bëre. Ky edhe nëse i vjen të bën një krim dhe një diçka që nuk e bën. Pse? Sepse e di se kudo që t'je Zoti e sheh. Dhe Ramazani është një mësim interesant këtë pikë. Pse? Se ne mund të, sidomos dritë ta po e zëm, ata mund të jenë vetë në shtëpi apo. Kanë ushqimin, kanë pijen, kanë frigoriferin plot me ushqime. A han apenaj? Jo. A sheh dikush? Jo. Pse nuk e bën? Se ky e ka atë bindjen te Zoti. Dhe feja pikërisht kët e ka dashur prej njeriu, që ne të jetojmë nën përcjelljen e Zotit dhe jo nën përcjelljen e frikave, traditave dhe ligjeve dhe policisë të tjera, forcave të ndryshme. Pse kjo? Për shkak se ti, për shembull, nëse don ta bën një krim, nuk sheh dikush, ti e bën. Por ti nëse don ta bësh një krim, një vjedhje, një çka, por ke vetdijen se ekzistencës së krijuesit. Zoti të sheh, do të kthehesh te Zoti, do të bëhet llogaria, pavarësisht të pa dikush a bën, nuk të pa. Këtu krijohet ajo shoqëria se nëse gjithkush vepron në këtë mënyrë, ne do të jemi shumë të lirë në jetën tonë, shumë të sigurt. Dhe kjo e bën një musliman një njeri të mirë, kur ai e din se krijuesi i tij, i cili po e përcjell në mënyrë të vazhdueshme, ai e sheh vazhdimisht, e shpërblen për gjitha që e bën, edhe pse nuk e din dikush tjetër. Ne shumë punë bëjmë në jetën tonë, nuk na sheh kurkush, edhe dyqysh disi ne dëshpërohemi pak. Pse dëshpërohemi? S'm pa kurkush, apo. Po kur e dim se Zoti më sheh, pikërisht kjo në solidaritetet mëdhaja, njerëzit vinë dhe e fshehin emrin e tyre.